gjithë personelin aty me stafin. Është interesant. Me thënë drejtën, nuk kërkova votën për koalicionin opozitar. Agjendet BKH-s apo prokurorëve? Agent BKH, prokuror, protokoll, shërbim, gard, oficer, çdo njeri që më dilte përpara, i thirrur, i pa thirrur, takova dhe kolegun tuaj Tan Hoxhën. Ishte kombinuar shumë mirë me ngjyrat e tokës, me jeshil dhe me kafë. Kështu që Me çfarë argumenti i binde që votonin? A i binde një? Sepse Dhe për kë binde? Për kë kandidat? Metodologjia, unë sigurisht që kërkoj votën për babajnë e fëmijëve të mi, e para, e dyta dhe do ta vazhdoj ta kërkoj deri në 11 maj orën 19:00 që mbyllen qendrat e votimit. Një gjë duhet të kuptoni dhe vetë ata atje brenda e kuptojnë shumë mirë që mënyra e përdorimit të sistemit drejtësisë nga Edi Rama dhe vetë ata i vendos në një pozitë vështirë, jo vetëm me qytetarët, jo vetëm me opinionin publik, por dhe me gjithë situatën në të cilën jemi ne sot. Prandaj dhe unë besoj shumë që edhe vetë të nënshtruarit e sistemit drejtësisë do t'jenë ata të cilët do ta votojnë në 11 maj për mbysjen dhe ndryshimin, sepse dhe ata vetë kanë nevojë. Zonja Përmalli, për të i patutave, një kohë është pa zakon, në fakt, rreth 50 minuta për të firmosur një proces verbal. Jo, kështu kam qenë gjithmonë. Një procedurë tjetër? Po kështu kemi qenë gjithmonë në këtë situatë. Çfarë faze është dosja juaj, çështja juaj? Keni marrë informacion deri tani apo posaçme a janë në prag të mbylljes? Ato vazhdojnë të bëjmë punën e tyre dhe ne vazhdojmë të bëjmë punën tonë. Kështu që kjo është për mua tashmë është bërë e përditshme dhe normale, kështu që nuk mendoj që ka, domethënë, në një gjë, në një risi. Ajo që për t'i kthej përgjigje dhe Fationit, pra ku thot, Fation në pozitat që unë jam sot në marrëdhënie me Smakun, edhe sikur të pyesin, unë nuk kthej përgjigje sepse unë do flas në gjykatë. Pra ne me të gjithë këtë proces tashmë ku jemi në procesin e komunikimit. Ata pyesin, unë them që jemi në gjyq. Jo me Eni Çobanin. Pasi është realizuar nga gjykata e lartë masa e sigurisë, ai drejtuar gjykatës kushtetuese? Po, tani që kam marrë dokumentacionin, pra vendimin, zbardhjen e vendimit, sigurisht që do t'i drejtohem edhe gjykatës kushtetuese. Kemi afat 4 muaj për të duke pasur parasysh për të evidentuar të gjithë, po themi, ato që ne konstatojmë si shkelje të procesit ligjor apo edhe të gjithë shkelit të drejtave të njeriut. Duke pas parasysh që i gjithë procesi ka edhe në ankimimet që ne kemi bërë, janë gati 16 vendime të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut, të cilat e unifikojnë të gjithë procesin.